drejtuar zoti Kapri, vetëm unë se kam zakon të bëj komente mbi komentet tuaja, po vetëm për informacion, me qenë se përmendet figurën e Lazar Fundos, i cili është edhe nga qyteti nga Vijun, edhe është e keni përmendur disa herë, shumë mirë, më vjen mirë që e studioni, është një figurë me të vërtet e pavlerësuar sa ç'duhet, por as nuk dua të bëj avokatinë së majtës, këtu nuk më takon, po e vërteta është që unë vetë nuk kam parë ndonjë kompleks në gjithë punën time edhe personale për ta vlerësuar siç duhet figurën e Lazar Fundos nga ana e së majtës apo e qeverisë, madje në kujdesin e këtij krahu dhe jo vetëm, në qytetin e Korçës është duke u vendosur monumenti i Lazar Fundos. Pra nuk ka ndonjë kompleks. Përkundrazi, por gjithashtu i bashkohem interesit tuaj për këtë figurë, është me të vërtet e jashtëzakonshme të evokohet, sidomos në kohën që po jetojmë të integrimit në Bashkimin Evropian, është një nga njerëzit që ka shkruar nga të parët për një Europë të bashkuar e tjera. Ka ende në Bashkimin Evropian nën grupe parlamentare që janë të frymëzuara nga Altiero Spinelli, që është bashkë autor apo bashkëkohës i tij.